Lela flet më në fund. E vërteta pas ndarjes me Leon Trondi të Rjetin. Pas shumë zërave që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, Lela Seferi ka vendosur të flasë hapur për situatën e saj me Leon, duke konfirmuar përmes një mesazhi të gjatë në Instagram Story se ka zgjedhur të ecë përpara me forcë dhe qetësi. Ish-banorja e njohur e Big Brother VIP Kosova ka reaguar për herë të parë pas spekulimeve për ndarje nga partneri i saj, duke sqaruar se, ndonëse është përballur me shumë komente e gjykime, ajo nuk ndjen më nevojën të justifikohet apo të shpjegojë veten për asgjë. Që nga dita kur historia ime u pa në dritë, u gjykua më shumë se sa u kuptua. U komentua çdo gjest, çdo fjalë, çdo heshtje ime sikur të isha një personazh dhe jo një njeri. Por unë kam mësuar që s'ke nevojë të shpjegosh asgjë për të mbrojtur të vërtetën tënde, shkruan Lela në mesazhin e saj. Ajo shton se nuk dëshiron të shihet si viktimë e as të përmendet më për një histori të kaluar, por si një grua që zgjedh të përqendrohet tek vetja, qetësia dhe projektet e saj të reja. Unë sot nuk jam as viktimë, as histori e dikujt tjetër, jam thjesht unë. Dua të ecë përpara, me qetësi, me dinjitet dhe me gjithë projektet që më presin, sepse çdo fund që vjen, është fillimi një jete më të vërtetë. Me këtë reagim të sinqert, Lela i ka dhënë fund zërave për ndarjen, duke treguar një anë më të pjekur dhe të fortë të vetes. Fansat e kanë përgëzuar për mënyrën e qetë dhe të dinjitetshme me të cilën ka zgjedhur të mbyllë një kapitull të rëndësishëm të jetës së saj dhe të nisë një tjetër, më të qartë dhe më të vetvetishëm.